Kosova ka regjistruar rënien më të theksuar në 15 vitet e fundit sa i përket indeksit të lirisë së shtypit, sipas raportit vjetor të reporterëve pa kufi. Në rënditjen globale për vitin 2025, Kosova pozicionohet në vendin e 99 nga 180 vende. Ky është viti i dytë me radhë që Kosova pëson rënje, derisa në vitin 2024 ajo kaloi nga vendi i 56 në të 75, ndërsa këtë vit ka rënë edhe më poshtë. Krahasuar me të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, raporti i publikuar me 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit e rendit Kosovën si vendin me performancën më të dobët në këtë fushë. Sipas organizatës Reporterët pa kufi, mediat në Kosovë, Serbi, Bosnjë dhe Slovaki po përballen me një krizë të thellë, të shkaktuar nga shkurtimet buxhetore dhe presioni politik. Në fillim të vitit, lëvizja vetëvendosje u kritikua për bojkotimin e disa mediave, veprim që ngjalli reagime nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Pas publikimit të raportit, reagimet në skenën politike në Kosovë nuk munguan. Subjektet që deri me tani ishin në opozit, thërën konferenca për media duke kritikuar ashpër lëvizjen vetëvendosje për qasjen ndaj medjave dhe ndikimin që sipas tyre ka pasur në rënien e lirisë së shtypit në vend. Gjatë vitit 2024, në Kosovë raportuan 24 raste të kërcënimeve ndaj gazetarëve, ndërsa në vitin 2023 ky numër ishte 53. Kjo dua të them që është rënditja më e ulët në historinë e Republikës së Kosovës. Një rënje turpshme, një rënje dramatike dhe alarmante, nga vendi 56 në vitin 2023, në vendin e 75 në vitin 2024, për të përfunduar sot në vendin e 90. Dhe raporti nuk lë asnjë ndyshim të nderuar përfaqësues të medjave. Për këtë katandisje është përgjegjëse qeveria e lëvizjes vetëvendosje. Ata që erdhën në emër të ndryshimit po e katandisin Kosovën në vend të frikës dhe në vend të heshtjes. Këtë rënje e kemi ndjerë të gjithë. E kanë ndjerë gazetarët, cilët janë sulmuar vazhdimisht. Lidhja demokratike e Kosovës vlerëson se ky degradim i lirisë së shtypit lidhet drejt për drejt me qasjen e qeverisë Kurti ndaj mediave. Për gati 4 vjet, pushteti i Albin Kurtit ka sulmuar gazetarët, ka denigruar media kritike dhe ka tentuar të hesht fjalën e lirë. Lidhja demokratike e Kosovës konsideron se qeveria mban përgjegjësinë kryesore për këtë. Kjo situatë duhet të reflektojë urgjentisht. LDK kërkon veprime konkrete dhe të menjëhershme nga institucionet shtetërore.